Turistë aventurier nga Çekia kanë zgjedhur lumin Shkumbin dhe natyrën shqiptare për të kaluar pushimet e tyre mes pak rafting, camping dhe eksplorimit të zonave malore. Grupi turistëve që prej 10 vitesh viziton Shqipërinë, këtë herë po zhvillon një aventurë me pak rafting përgjatë lumit, duke përshkruar segmente deri në 20 kilometra. Do të qëndrojmë 10 ditë në Shqipëri dhe 4 ditë në Maqedoninë e Veriut. Këtu do të lëvizim maksimumi deri në 20 km/h. Niveli i ujit është rritur pas shiut, kështu që nuk do të vazhdojmë. Është zonë e vështirë, ka shumë gur. Në Shqipëri un kam qenë në Lumejnë, Kier, Shal, Fani i Madh, Fani i Vogël, Drini i Bardh, Drini i Zi, si dhe në Korab, Maja e Jezercës. Turistët shprehen se Shqipëria mbetet për ta një vend i egër dhe autentik, ku mund të realizosh aktivitete të ndryshme në natyrë, nga kajaku dhe deri te kampingu në male. Sot është dita jonë e parë në Shqipëri. Tani duam të zbresim përgjatë lumit Shkumbin. Ka një urë të vjetër dhe një zonë pak të rrezikshme, prandaj do të ndalojmë përpara asaj pjese. Mbrëm fjetën në një fshat të vogël, Selc. Ka hotele të mira me ushqim tradicional. Na pëlqen shumë Shqipëria. Do të donim ta vizitonim përsëri në të ardhmen dhe të mësonim më shumë për historinë lokale. Shqipëria për ne është ende si një vend i egër, ka gjithçka që dëshiron të bësh. Mund të bësh kajak, camping, çfarë të duash, male, natyrë, gjithçka është e mundur këtu. Çekët tonë se dëshirojnë të rikthehen sërish në Shqipëri për të zbuluar më shumë nga historia dhe natyra.